Ka mbetur edhe 3 ditë deri në vazhdimin e seancës konstituive të Kuvendit të Kosovës për legjislaturën e 11, derisa përpjekjet për të zhbllokuar ngërshjen politik janë intensifikuar. Në prag të kësaj seance, kryeministri në detyrë Albin Kurti u ka dërguar ftesë për takim liderëve të partive parlamentare, me synimin për të gjetur një zgjidhje që do të mundsonte konstituimin e Kuvendit. Megjithatë, reagimet e para nuk kanë qenë inkurajuese. Aleanca dhe Partia Demokratike e Kosovës e kanë refuzuar ftesën, duke deklaruar se nuk shohin arsye për një takim të tillë. Ndërkohë, sinjale pozitive për takim priten nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Pavarësisht situatës së përqartë politike, analisti Burim Korça është shprehur optimist se në seancën e radhës mund të ketë lëvizje që do të çojnë drejt konstituimit të institucioneve. Po mendoj që me datën 6 gusht do të kemi konstituimin e Kuvendit në seancën e parë, ku besoj se do të kemi kryetarin ose kryetaren dhe nën kryetarët e Kuvendit, po mos harrojmë që kemi shumë shenja të mira edhe nga partitë politike, në veçanti nga vetëvendosja dhe LDK, se do të ketë mundësi ndoshta të bëhet një koalicion dhe më në fund pas kaq shumë kohësh të kemi institucionet e Republikës së Kosovës. Në anën tjetër, analisti Basri Muja vlerëson se mbetet për tu parë nëse këto takime do të prodhojnë rezultate konkrete, duke pasur parasysh se partitë politike vazhdojnë të mbajnë qëndrime të ndryshme për zgjedhjen e ngërçit institucional. Megjithatë, jam i sigurt që suksesi i saj nuk do të varet vetëm nga dakordimi ndërmjet liderëve politik, po aq e rëndësishme do të jetë nëse Lidhja Demokratike do të arrijë të mbështesë një marrëveshje me një qëndrim të unifikuar të grupit e saj parlamentar, kur kiet parasysh që ditëve të kaluara ka pas qëndrime të ndryshme nga eksponent të Lidhjes Demokratike. Kujtojmë se ditë më parë, ushtruesja e detyrës sekretares së Kuvendit Albulena Haxhiu u dakordua me përfaqësuesit e subjekteve politike që vazhdimi i seancës konstituive të mbahet me 6 gusht në përputhje me afatin e përcaktuar nga gjykata kushtetuese. Mbetet të shihet nëse deri atëherë partitë politike do të arrijnë një marrëveshje që do t'i hapë rrugë konstituimit të Kuvendit dhe të kalimit të ngërçit institucional.